Mbas në televizor me po. Se unë e paramendoj që s'ka qenë e këndshme kur se pëmënej politikisht s'keni dollë aty ku keni dosh, po edhe me qenë pjesës që saj garant së është farë ndjenje e këndshme. E ku më thonë edhe një herë, edhe jëmë jashtëzakonisht krenar që si jëmë pjesë e kësaj legislature, për ndrysh edhe ku më qujtë si legislature turpit, shkak që fatmirësisht në thojza po e thëmë, jënë shpërfaqë, gjithë janë njësoj, ka ambicjet njëta, qëllimet njëta, pushteti, edhe çështjet e tyre personale ose partijake dhe në asnjë mënyrë interesi i shtetit, i vendit, edhe i qytetarëve të Republikës Kosovës. Kjo po dëshmohet tashmë çdo ditë, edhe jam jashtëzakonisht edhe komod, edhe shumë mirënjohës që nuk jam pjesë e një grupimi të tillë çfarë po shohim sot në kuvendin e Republikës Kosovës, e që duhet jetë shqetësuese për gjithë edhe qytetarët e Republikës edhe gjithë ata që janë marrë dhe kanë kontribuar për vendin për një kohë kaq gjatë, ku tashme kam pas kohët mjaftueshme për me reflektu edhe për me bo diçka e cila kishme qenë e dobishme edhe mirë për vendin, për qytetarët, por edhe për vetë subjektet politike të cilat janë përfaqësuar. Qysh është e mundshme ta Oland del një vendim, krejt palë thojnë bile kom tentu në studio me i detyru të zotohen që kanë me respektu. Kom pas pyetje specifike për Glauko Njufsën, për njerëz partive tjera, çka do që shkruana e respektoni. Edhe del një vendim edhe nëse i dëgjon partit, minimum një 3 vendime i ka shtyp gjykata kushtetuese, apo thjesht një me është i shkruar çaq keq që i lën hapësinë të vadit e të voglit me interpretu. Po arsyet pse është mendoj që gjykata kushtetuese nuk ju ka përgjigj drejt për drejt pyetjes së parashtruar nga deputetët e Kuvendit të Kosovës. Domethënë nuk e ka një përgjigje direkte në lidhje me atë nëse lejohet ndrimi i mënyrës së votimit në mes të seancës konstitutive. Edhe kjo pastaj krijon të paqësi. Përkundër që ka dhënë shumë sqarime tjera, ka bë afatizimin 30 ditor, por nuk ka dhënë përgjigje çka nëse nuk formuohet brenda 30 ditë, mendoj që është dashur të jep edhe këtë një përgjigje të tillë. Sepse është dashur të parashikoj gjykata kushtetuese se një situatë të tillë ndodh, dhe unë personalisht mendoj që jo ndoshta kjo përbërje, po përbërja e kaluar e vitit 2014 është arsyeja pse po kemi kësi kriza institucionale apo ngërçe kushtetuese në Kosovë. Mendoj që vendimi i vitit 2014 ka qenë një interpretim krejt ndryshe nga ajo që ka paraqit kushtetuta, po edhe tani po jemi në kësi situata në vazhdimsi pas zgjedhjeve. Mendoj që frima e kushtetutës nuk ka qenë atë interpretimin e vitit 2014, po tani s'në po del prej asaj. Kështu që edhe gjykata kushtetuese ka pjesën e fajit për këtë, përveç kuptohet anës politike që padyshim se ata nuk po mundin marrë vesh, dhe tani është problem politik, nuk është problem kushtetues. Kushtetuesa është duke tentuar me dhënë zgjedhje, po arsyet pse kemi ardhur këto, desha të them se nuk janë edhe ata pa gjëno ose pa fajt vetin, ose unë kështu personalisht e konsideroj vendimin 2014 në vazhdimsi në ka shkaktu këto pengesa dhe do të vazhdoj të shkakton kësi paqartësi dhe blokada shtoja faktin kështu që si politik, si parti politike janë të prirurat që të gjejnë kësi arsye për blokada në rastet kur nuk i kanë votat apo nuk mund të mirën vesh. Ka dhënë shumë zgjidhje gjykata kushtetuese, po nuk ka dhënë të gjitha zgjidhjet. Kjo janë një ndër arsyet është kjo kur si jep çka nëse pas 30 ditë nuk i ka dhënë një farë lloj sanksioni qysh ish dashur të pritet sepse